Adrues të basketbolit, kthehemi me pamjen në palestrën e pallatit rinisë dhe sporteve në Prishtinë, pjesa e parë e derbit stërzgjatur pas asaj ndërprerje për shkak të hedhjeve të mjeteve piroteknike. 42-39 ndërkohë, ndeshja e cila kishte filluar në ora 19:30 në Mizaj Risman mes të Rahovecit dhe Go Plus Pejës ka përfunduar me fitoren e Rahovecit me rezultat 83-71 dhe kështu pra Rahoveci ka realizuar edhe fitoren e 5 edhe tash me nga 5 fitore është barazuar me Sigal Prishtinën edhe me Borën, e cila e ka një ndeshje më pak të zhvilluar me Trepçën, të cilën do ta zhvillojë të martën. Ndërsa pra Prishtina është duke zhvilluar ndeshjen e 11, të shohim nëse do të realizoj fitoren e 6 apo do të hapësoj humbjen e 6. Kjo mvaret, do ta mësojmë pas 20 minutave të radhës, 20 minutave të mbetura pas pjesës së parë. Po I shohim koshashënuesit më të mirë të Sigal Prishtina, DeAndre Burns me 13 pik dhe 4 asistime. Në anën tjetër Ken Anderson, kam potencuar disa herë, ish lojtari I Z-Mobile Prishtinës në edicionin historik 2018-19, 11 pik, 2 kërcime dhe 1 asistim. Megjithatë, te Prishtina, edhe pse më efikasi është DeAndre Burns me 13 pik, lojtari më I dobishëm është Kelby Kramer me 6 pik dhe 10 kërcime e 3 blokada, plus e ka dhe 1 asistim, me indeksin më të mirë prej 18. Po I shihni pra tashmë Prishtina pas atyre huqeve në fillim ka pas një seri prej 6-4 për treshe, të cilat edhe e rikthyen rezultatin në favor të saj. Minusi më I lartë ishte prej 8 pikve, ndërsa plusin më të madhe pati për 6 para se Ken Anderson të realizonte treshën. Lejson Zeqiri bukur e gjen atje Lekun. Mirë po, çdo betejë sonte mes të Kramerit dhe Lekut e ka fituar giganti I Prishtinës, Kelby Kramer. Kërkojnë atje foul me këtë rast, megjithatë Cousins e pengon DeAndre Burnsin. Më I larti edhe një herë ishte Lake kësaj radhe. Anderson edhe një herë ngjajshëm, sikurse në çerekun e parë kur lansoi për treshe edhe realizoi, duke shikuar atje me shumë vëmendje legjenda e basketbollit Prishtinës, Edmond Azemi. Barazon rezultatin në start në 42-42. Edhe rikthen e përsin me këto 4 pik të para në çerekun e tretë Ken Anderson. Për Kjanin këto janë 15 pik tashmë, deporton atje, shënimi pranohet. Këto pik të Visariut. Tilemahos Visariu, Alo Fondori, I ardhur javë më parë tek Sigal Prishtina me kërkesën e trajnerit Kakiusis, 44-43. Janë këto pikët e treta të tij dhe në anën tjetër edhe një treshe nga 44-46. Përsëri sikurse në çerekun e parë, çerekun tek Bashkimi po bombardon me 3 piksha. Në çerekun e parë I pati 5 treshe dhe tani 2 resht në start në këto më pak se 2 minuta lojë. Edhe një herë me kërcim në sulm, është ky kërcimi I 5 në sulm I Kramerit, I 11 në total, 8 pikë të tij për të barazuar rezultatin. Lejsoni për Meritonin, I cili deporton deri në fund. Ka gabuar në hapa Meriton Ismaili. Arëshet atje. Topi I 10 I humbur I Bashkimit. Edhe një herë
treshja e Lejson Zeqirit është kjo treshja e tretë e tij. 9 pikë të Lejsonit. Kramer e pret atje Burnsin, i cili e huq, por shkon pas topit, nuk e mbyllin lojtarët e Bashkimit, ishin të pavëmendshëm dhe tani me 4 pikë të një pasqyrshme e rikthejnë. Vazhdimisht është duke ndryshuar rezultati janë. Lake in your face. Një poster atje Kramerit për barazim rezultati. Arjan Azemi gabon në hapa, mbrojtje e mirë, e fut vetën atje në një situatë pa dalje. Arjan Azemi, Meriton Ismaili, largohet, i lëshon vend Muhamed Ali Janjevës. Do të kemi ndryshim Visariu. Largohet Visariu, në loj rikthehet Bailey, Adrio Bailey, i cili pati 9 pike, 4 kërcime, dhe tani për sëri atje Cousins për 48 me 50. Vazhdimisht për shohim po dalin ekipet në përsi dhe kundërshtarët po përgjigjen me seri prej 0-4 për të rikthyer avantazhin. Është kjo hera e 12 që ndron rezultati anë. Me këmbë luajti atje Lejson Zeqiri, kërkojnë këmbë, por referotojnë se loja duhet të vazhdoj. Cousins, buk, pak më lartë se sa që duhet. Lejson Zeqiri i thot Isaiah Cousinsit se është në rregull. Megjithatë, ky është topi 11 i humbur i Bashkimit, 6 topa të humbur deri tash i ka Sigal Prishtina. Burns shkon në anën e majt, kërkon blokun nga Dioni. Arjan Azemi edhe njëherë për Dionin në kënd atje, tenton kësaj radhe huqi, nuk arriti ta kap këtë top. Adrio Bailey, topi humbur për Prishtina si 8 pik, 11 kërcime, 3 blokada dhe një asistim. Kramer, i cili po e mbyll atje trapezin. Cousins e mbyll me Lekun, po Cousins realizon 48 me 52. Tani kemi një mini seri prej 6-0 të Bashkimit. Pas atij rezultatit 48 me 46. Së pari pra Lake me atë ngulitin e tij, pastaj edhe Cousins vrase për të ngritur në 4 avantazhin. Dion Hajosaj ndalet në mënyrë të palejuar nga Muhamed Ali Janjeva. Personalja e pare Janjevës, e para dhe Bashkimit në qerekun e tretë. Burns po ka të lashe me rivënjën e topit. Hajosaj për 3 pik, i mrekullueshëm, 51 me 52, treshja e pare Prishtinasve në qerekun e tretë. Në tjetër 2 treshje të Bashkimit. Cousins pati atje shtyrje nga Burns edhe nga prapa, referet Heshton. Burns, fauli Mukit, Muhamed Ali Janjevës. 2 faula ekspres të tij. Topi do të rivët nga anash. Asistimi Arjan Azemi të kthen topin prapa. Hajosaj kësaj radhe nuk ja çon huq. Ishte i mbyllur atje nga Anderson, nuk e pati pozitën e përshtatshme për të gjuajtur. Adrio Bailey shkakton
Atje Feri tha që ja shpjegon trajnerit Kakiusis se shkaktojnë në hapa. Anderson, bloki Janjevës. Andersoni vendos të shkon deri në fund, depërton, nuk realizon, Krameri lufton, Lejsoni është fitimtari i këtij dueli, tentim për 3 pikë, s'ka shënim. Dhe goditet në fytyrë atje Dion Haxhosaj, shpresojmë se nuk është diçka serioze. Është ky kërcimi i 7 i Dionit. Edhe një herë. Apo jo Lejsoni, jo Lejk, po Lejsoni në tentim për t'ia vjedhë topin. Pahiri duket e ka grith atje në sy. Kërcimi i 7 i Dion Haxhosajt, i cili ka dhe 8 pikë, 2 treshe të realizuara. Një pikë për bashkimin, lufte Cousins dhe Burns, Bailey. Dhe edhe një herë dominon në brendi Kelby Kramer. Flet atje vetë me veti. Kramer dhe Lake, vazhdimisht një betejë e madhe në qendër mes Lakeut dhe Kramerit. Është kjo pika e 10 e tij. E ka edhe një gjuajtje të lirë, 12 kërcime, double tashmë nga Kramer. Nuk realizon gjuajtjen e lirë. Kramer ka një efikasitet për 70% nga vija gjuajtjeve të lira, nuk është se nuk e ka dorën e saktë, por kësaj radhe nuk realizon, betet 53 me 52. Zeshiri e do bon topin atje, shkurt ja pason Janjevës, i cili realizon për 3 pikë, për +2 dhe faul në sulm. Adrio Bailey faul në sulm, ndërsa Bankës Prizrenit për shkak të reagimit dhe ngritjes në këmbë. Vërejtja e parë për teknike. Tian Anderson, kemi një mismatch, Lejsoni me Arjan Azemin. Lëvizje bukur, mashtruese mirë, po dhe blokada e 4 të Kramerit, i jashtëzakonshëm, muri pa kalueshëm, Arjan Azemi coast to coast për barazim, rezultati 55 me 55. Kërkon atje Dion Haxhosaj jep vërejtje që parketi është i lagsh dhe duhet të pastrohet, ka të drejtë, mund të lëndohen, ndale aty të referët lojën Dioni. Mirë që e vërejtje, regullota e nga Mejidi Sogojeva, alfa dhe omega e klubit Prishtinas. Bickerstaff tenton, nuk realizon, Arjan Azemi me kërcimin e tij të tretë. Kramer e zë pozitën e tij, tani Bickerstaff është atje pranë Kramerit. Një piken Pope, Burns, por vonohet, nuk e pason topin, gabim në hapa, shumë po e komplikon DeAndre Burns me të vërtet, ndoshta me 15 pikë e 4 asistime. Është lojtari kryesor i skuadrës, por kjo lojë e tij vetjake edhe në ndeshjet paraprake po i kushton shumë ekipit Prishtinas. Një kohë të gjatë nuk e kemi në parket Dom Polloshkën, nuk po e kuptoj pse, është edhe pse kapiteni është i lënduar. Mirë, po në momentin kur ai po është në lojë,
ritmi lojës po është krejt më ndryshe. Azemi, edhe një pick and pop atje. Faul e Isaiah Cousinsit rikthyer në skuadrën e Bashkimit pas lëndimit. Lojtari kryesor i skuadrës ka shkaktuar 4 gabime personale. Tani nuk e kemi të qartë se gjytje të lira nuk do të ketë. Okej, Burns dhe Bickerstaff janë ndërshkuar me gabime teknike për shkak duelit verbal, trash talk dhe duelit verbal. Gjytje të lira nuk ka. Ndërsa Isaiah Cousins ka shkaktuar gabimin e 4 personal dhe është ullur për të pushuar, është tërhequr në bank nga trajneri Jovovic. I ushte 2 gjuajtje të lira, Arjan Azemi sonte katastrofal nga via gjuajtjeve të lira. 3-0, tentim për 3 pik nuk ka shënim. Azemi të tënë të vjetë të topë Ngwamu, deporton, blokohet atje nga 3 lojtar Prishtinas, Kramer, Dioni dhe Bailey. Deporton Azemi deri në fund për Dion Hajosajn. Dioni me pivot dhe faul atje i Dionit ndaj Muhamed Ali Janjevës pas huqës. Edhe 1 minutë 44 sekonda deri në fund. I pa kënaqur reagime të vazhdueshme të trajnerit Kakiusis, po mundet me besu këto gabime të cilat po i bëjnë lojtarët e tij në këto qaste. Ngwamu fantastik, deporton, por pengohet përsëri nga giganti Kramer. Dion Hajosaj ishte i penguar nga Bickerstaffi. Muhamed Ali Janjeva proteston atje dhe i thot trajnerit Jovovic, kërko sepse nuk e kam prekur. Edhe i thot Kramerit, I didn't touch the ball, deri para një muaj ishin bashkëtar me Kramerin. Do të rishikojmë këtë situatë edhe një herë.
Ishte një situatë shumë e vështirë për të vendosur, me vërtet e rishikuan disa herë dhe në fund është vendimi se topi është për Sigal Prishtinën. Jo, është tregimi i gabueshëm i sulmit me top ka luajtur i fundit Krameri, ashtu i ndëgjova, po u befasova kur ja dhanë topin Prishtinës, sepse vendimi i referve ishte se me top kishte luajtur i fundit Kramer, por u habitën duke treguar drejtimin se ku duhet të nisë, sidoqoftë loja po vazhdon. Tentimi i Azemit për 3 piki pa suksesshëm, më i larti në kërcimi ishte Nwamu. 10 pikë të tij deri tash është ky kërcimi i dytë dhe Anderson për 55 me 57. 40 sekondat e fundit të kësaj ndeshje maratonike në çerekun e tretë natyrisht. Ka mbetur edhe një qerek Burns për Dionin, mbetet i vetmuar, lëvizje bukur mashtuese, Bailey krijon vetes hapësinë dhe realizon për 58 me 57 është kjo treshja e dytë dhe e Prishtinës në këtë qerek. 3 treshe i ka realizuar Bashkimi. Për paksa nuk e qëlloj të katërtën Burns dhe gabim në hapa. Shumë gabime të Burnsit, shumë topa të humbur sonte në këto gabime në hapa. 4 topa të humbur, 3 prej tyre janë gabime në hapa, 15 pikë, megjithatë i ka lojtari më efikas, megjithatë po e përsëris disa herë edhe një herë. Për paksa nuk realizoj, po mbeti me top në dorë, sidoqoftë lojtari më i dobishëm i skuadrës Sigal Prishtinës është Kelby Kramer, giganti që po luan me double-double, 10 pikë, 13 kërcime, 4 blokada dhe një asistim, me një indeks prej plus 25, 15 pikë i ka Burnsi, i ka dhe 4 asistime, ndërsa 12 pikë Bailey, cili u ngrit nga banka rezervi, ka dhe 4 kërcime. Në anën tjetër, te skuadra e Bashkimit, 2 lojtar me pikë 2 shifrore, Kian Anderson me 17 pikë, prej tyre 3 treshe, i ka dhe 3 asistime. Kiani, ndërsa Iken Nwamu, nigeriani, i cili realizoi ato 3 treshe tresht, ka mbetur në ato 10 pikë të realizuar në çerekun e dytë. Ja, po e shohim më efikasët, aty është edhe Lejson Zeqiri me një kontribut të shkëlqyeshëm pas Kian Andersonit, është lojtari i dytë më i dobishëm i skuadrës, kapiteni Lejson Zeqiri, 6 pikë, 5 kërcime dhe 5 asistime të tij, por është duke e pushuar Lejson Zeqirin trajneri pasi ka 3 personale. Isaiah Cousins, në fakt parës nuk pas ka qenë Bickerstaffja, i cili është ndëshkuar me teknike, por Isaiah Cousins prandaj edhe pas faullit të cilin e shkaktoi të katërtin, u ndëshkua dhe me teknike, dhe Isaiah Cousins për të ka përfunduar ndeshja në rikthimin e tij pas lëndimit. Lojtari i Bashkimit e mbyll ndeshjen me 4 pikë, 2 asistime dhe 2 topa të avjedhur. Lojtari kryesor i skuadrës Prizrenase,
Çdo gjë ngusht, 58-57 kthehet në lojë atje Dom Polloshka dhe me një herë që në start vjen asistimi i tij për 60-57 dhe pikët e reja të Burnsit, 17 pikë të Burnsit. Wamu është pranë Polloshkës. Burns në pozitën e postit ul, edhe një herë me kthem Bailey për Polloshkën, kërkon nga Krameri. Tento, çfarë tre! Çfarë treshe! Edhe banka e Bashkimit po kesh atje dhe po dhe kapën kokën me të vërtet. Këte javlin të shojmë edhe njerë. Elius Regjin të përsërisin. Edhe banka e Bashkimit e kapi kokën, ja shikoni i rëshqiti topi e kapi, e gjuajt i hapi në anash. Në të botë qka të botë në 20 qintat e fundit dhe e dërgoj të veni do Polloshka. Ka njerë në sport duhet dhe fati 7 pik, 4 asistime. Gabim në hapa ka shkaktuar Dian Haxhosaj, mbrojtje mirë atje Janjevës. Është ky tani topi i 12 i humbur i Sigal Prishtinës, e cila në pjesën e parë pati vetëm 5 topa të humbur. Në pjesën e dytë ka ra koncentrimi dhe deri tash, pra në këto më pak se 12 minuta loj, 11 minuta saksisht 23 sekonda loj në pjesën e dytë, i kanë 7 topa të humbur. Edhe një herë, ja ta shofim këte kosh nga disa kënde me të vërtet ja vlen të përsëritet. Edhe reagimi i bankës Bashkimit e kapin kokën atje. Busjeshi natyrisht kishin betur, s'kishte rrugdalje tjetër sepse jashtëzakonisht inteligent është Doni, me të vërtet një prej basketbolistëve më inteligent në basketbolin kosovar pas luftës. Simpatik Busjesh atje. 7 pik, 3 asistime. Ja dhe Lejsoni të gjithë po qeshin me këte, e ka zbut pak atmosferën. 63-57 plus 6 e përsia më e lartë përsëri e Prishtinasve. Ishte edhe pak më herët në fund të pjesës parë, 42-36, para se Kian Anderson të realizon të treshën. Kësaj radhe nuk realizon, pas treshës Donit Kian Anderson. I vetmuar, ajo që po vrejmë sonte, nuk ka loj mirë të organizuar. Ja tani tentoj atje që të përgjigjet edhe Muhamed Ali Anjeva. Ka të drejt atje Elbesar Gështenja që po reagon sepse koshi ishte prekur gjatë gjuajtjes. Dom Polloshka me Nwamun, por nuk ka ndim, e kërkon atje Kramerin, edhe njëherë nga distanca e madhe tenton për 3 pik. 63-57, 7 minuta gjysmë deri në fund Wamu për Lake. Kian Anderson blokohet nga Burns, duan me këmbë atje Polloshka, topi do të jetë për Bashkimin. Blokada atje e Burnsit, por e rimer kontrolin Kian Anderson. Lojtari më efikas të Bashkimi me 17 pik, 17 i ka dhe Burns, po vazhdon garan mes të këtyre dy lojtarve. Nwamu, pran ti si hije, po e përcel Polloshka,
pick and roll i Lake, vonohën që t'ja pasojnë Lejson Zeqiri vetmuar, tenton, nuk realizon, Dion Hajosaj e fiton këtë duel, Poloshka nuk ngutet, ja pason Burnsit dhe ja lë organizimin e lojës, po luan 1-1 atje me Nwamun, ndrimi lojtarëve i gabueshëm, Belli mbetet i vetmuar, tenton, nuk realizon, i kthehet topi. 10 sekunda për këtë sulm, Nwamu përsëri me Burnsin, Meriton Ismaili do të kthehet në lojë, rrshet atje Belli, nuk pati kontakt. Burns nga një pozitë e vështirë në sekundën e fundit, e knaq krejt. Kian Anderson e sheh korridorin, depërton, dalet në mënyrë të palejuar. Po, faul është. Dion Hajosaj ka shkaktuar personale, ndërsa trajneri Kakiusis e merr vrejtjen e parë për teknike për shkak të reagimit. Fauli ishte i qartë. Dioni e preku Andersonin, i cili realizon gjuajtjen e parë të lirë për 63 me 58, është kjo pika e 18 e tij, 100% i saktë nga gjuajtjet e lira. Mbetet i tillë, 4-4 nga vija e penaleve. Kian Anderson 19 pikë të Kianit, i cili ka edhe 2 treshe të kërcimeve dhe asistimeve, pra 19 pikë, 3 asistime, 3 kërcime për te. E zbut në 4 disavantazhin, Ariana Zemi në lojë së bashku me Don Poloshkën, tandemi i cili vitin e kaluar i solli trofeun në vllaznimit, trofeun e parë pas 29 viteve. Don Poloshka bukur atje, e zgjedhat situatë mirë, po ishte i pasakt. Meritoni dhe Doni, dikur bashkëlojtar në përfaqësuese të Kosovës. Për mrekulli, depërton në thelsi, e sheh korridorin, e krijon situatën Muhamed Ali Janjeva. Tani kemi një mini seri prej 4 pikëve rresht të Bashkimit, i cili përsëri afrohet në 2 pikë. Anderson mbrojtje e mirë ndaj Burnsit, Bailey mbrojtje e mirë e Janjevës, i cili e brokon Bailey-n, e kap edhe këtë kërcim, i shtrëngon muskujt atje Janjeva. Anderson blokohet nga Kelby Kramer, blokada e 5 e Kelby sonte. 10 pikë, 13 kërcime, 5 blokada sonte. Muri pa kalueshëm Kelby Kramer. Mbetet 63 me 61, 11 sekunda për këtë sulm. Janjeva për Nwamun, vonohet atje në gjuajtje. Nwamu luan 1-1 me Burnsin, tenton dhe edhe një herë e rikëthen me këtë treshën e përsi Bashkimin. Ike Nwamu, nigeriani, fantastik me treshën e ti të 4 sonte. 13 pikë të Ike Nwamu, treshja e 4, përgjigjet atje edhe Ariana Zemi, i cili ja bon Armstedit me dorë atje, ullu, mos u gëzo shumë edhe mos provoka. Faul në sulm ishte ky i Ike Nwamut ndaj Ariana Zemit. Armstedit din të provokoj kështu dhe tinguc lojtart. Pas treshës Ariana Zemi edhe një herë. Gjashdhjet e 6 me 64, një seri fenomenale e skuadrës Bashkimit, e cila kulminoi me atë treshën e Ike Nwamus 7-0. Mirë po e përsia e Bashkimit zgjati vetëm shkurt, pasi që në sulmin e radhës Ariana Zemi lansoi dhe qëlloi
3 pikshin e ti është kjo treshja e pare Arjanit pas 4 tentimeve, edhe njëherë Beli unë mbyll atje nga Kjani. Ja, është kjo treshja e 4 e Iken Wamus, reprezentuesi i Nigeris, 13 pik. I ka dhe 2 dyshet kërcimeve dhe asistimeve me 19 pik, 3 kërcime e 3 asistime është Kian Anderson, pra ky tandem është duke mbajtur në loj skuadrën e Bashkimit. Interesant është të themi se 3 lojtarët e Bashkimit kanë realizuar nga 6 pik, Lejk Ismaili dhe Lejsoni Zëqiri. Lejsoni përveç 6 pikve është fenomenal, ka dhe 7 kërcime, 5 asistime. Po luan luajt të mire ekipore kapiteni sonte. Në anën tjetër 17 pik të Burnsit dhe 10 të Kelby Kramerit, i cili ka një double-double fenomenal, 10 pik, 13 kërcime dhe 5 blokada. Topi humbur. Kërkojnë atje faul të Dionit, i cili thot se preku mirë, po 5 pare nuk i jep atje Muhamed Ali Anjeva. Lanson përgjigjet në treshe me treshe. Së pari Nuamu me treshe, u përgjegj Arjan Azemi, cili e ka topin, e pas ti edhe Lejsoni tenton, nuk realizon. Falni, Lejsoni jo, po Muhamed Alia. Arjan Azemi shpejt lëviz topi për Burnsin, depërton me një floater dhe realizon për të rikthyer përsi në 68 me 67. Është kjo hera 21 që rezultati sonte ndronë përsi, ndronon. 3 minuta e 26 sekonda deri në fund. Wamu tenton kësaj radhe, nuk realizon. Burns shpejte, Arjan Azemi, lëvizje mashtruese e tij. Kramer, mbyllët Kramer atje. Kërkon nga Dioni blokun për Burnsin. Mbetet me top edhe 4 sekonda. Depërton Arjan Azemi në 100-ën e fundit atje. Bashkëpunim fenomenal i Arjan Azemi dhe Dion Haxhosaj për 70 me 67, po bëhet dramatike kjo lojë në këto 3 minutat e fundit. Kian Anderson tenton dhe për paksa nuk realizon. Kramer me edhe një kërcim të 14-in të ti në këte duel e thret Burns. Dhe ka po është top i kthyer prapa dhe për shkak të reagimit të trajnerit Kakiusis, para se ka pasur një vrejtje, do të jetë një gjuajtje e lirë. Gaboj atje Kramer. Ja përshifni edhe statistikat e Kramerit. Kian Anderson realizon gjuajtjen e lirë për 70 me 68. Ishte kthimi topit prapa, nuk pati nevoj trajneri Kakiusis që të reagon. U pa qartë. Kian Anderson realizon gjuajtjen e lirë të 5 në rresht, 20 pik të ti, shpejt lëviz topi. Janjeva për Lejkun mirë, po Kramer është muri pa kalueshëm. Tenton Kwamu, më i larti në kërcim Dion Haxhosaj. Kapiteni luftarak Lejson Zëqiri nuk dorëzohet, tentoj ta vjedh topin, mirë, po shkaktoi personale. Është kjo personalja e 4 e Lejsonit. Për Dionin ishte ky kërcimi i 13, edhe Dioni ka double-double, gati identik si kurse Kelby Kramer arrin me këto 3 kërcimet e fundit, edhe ai të realizon double-double, 10 pike, 13 kërcime i ka Dioni, 10 pike, 14 kërcime i ka Krameri, pra 7 lartët Prishtina sonte të shkëlqyeshëm në betejën e tyre nën kosh. 27 nga 43 kërcimet i kanë realizuar
Dion Hajosaj dhe Kelby Kramer, të dytë nga një double-double. Po hym në 2 minutat e fundit, 2 pike për si Lake. Oj, nëse vazhdon kështu po don me bo triple-double me banane. Kelby Kramer, është kjo blokada e 6 e ti. 10 pik, 14 kërcime, 6 blokada, me të lira po shkojnë bananet e Kramerit sonte. Bukur atje, Lejsoni e vjedh këtë top për mrekulli, depërton në thellësi dhe realizon Lejson Zeqiri, e afron përsëri, e barazon rezultatin në 70-70. Çfarë drame në këtë derbi, në këtë ndeshje shumë të rëndësishme për të dyja skuadrat. Bashkimi po lufton për me ndërpre serin prej 3 humbjeve rresht në këtë cikël të dytë vjeshtor. Tenton Arjan Azemi, nuk realizon. Janjeva e ka këtë top. Kian Anderson po hym në 60 sekundat e fundit, dal nga dal Kian Anderson për Lejsonin, i rrëshqet topin Wamu. Dhe reagimi miri Dion Hajosajt, i cili ja dëbon topin Iken Wamut. Pesdhet e 7 sekonda deri në fund. Wamu do të arrivoj topin. Anderson dhe Burns, dueli të cilin e përcollëm sonte. Kemi një mismatch tani. Anderson dhe Hajosaj nga distanca e madhe tenton, nuk realizon. Kërcimi i 15 i Kelby Kramerit, shumë i rëndësishëm. Burns, Lejsoni është atje pranë Burnsit. Burns e shikon semaforin, e lë kohën që të rjedh. Do të shkon deri në fund nga një pozitë e vështirë, tenton dhe realizon DeAndre Burns, ndërsa Jovovici reagon me njëherë me time-out. Pika 21 të Burnsit, 20 piki ka Kian Anderson, ndërsa sonte loj fenomenale, ka shfaqur loja më e mirë e tij këtë edicion të Sigal Prishtina për Kelby Kramerin. 10 pik, 15 kërcime dhe 6 blokada të Kelby Kramerit. 10-14 i ka Dion Hajosaj. Në 19 pik, prej tyre 4 asistime i ka DeAndre Burns, ndërsa me 2 më tjera Adrio Bailey. Në anën tjetër me 20 pik të realizuara, Kian Anderson i ka dhe 5 asistime kundërisht skuadrës së tij. Apo e shohim edhe hartën e realizimit të pikve në këtë çerek. Pra, të dyja skuadrat realizuan nga 2 treshe të niveluara. Bashkimi ka realizuar sonte 12 3 piksha nga 26 tentime. Nga 29 Prishtina i ka realizuar 8. Kian Anderson 2 pike përsi për Sigal Prishtinën. Kian Anderson për barazim rezultati apo për fitore me treshe në sekondat e fundit. Luan me këmbë atje Arjan Azemi, 13 sekondat e fundit. A do të kemi vazhdime në këte maraton basketbolistike. Kërkon rishikimin e situatës trajneri Kakiusis. Mendon se topi duhet i takoj Prishtinës.
Megjithatë, Dion Haxhosaj nuk ju desh shumë as që ta rishikojnë në situatën. Dion Haxhosaj ishte i fundit që luajti me top. Nëse shënohon pik, Kakiusis ka kërkuar time out. Lejk për Andersonin, dramarin maksimumin, Kian Anderson për Nwamu pranti është Azemi, shkakton personale. 5:7 sekonda, Sigal Prishtina e ka plotsu bonusin, është kjo personalja e 5 e Arjan Azemit, për cilin dueli përfundon 9 pik, 5 kërcime dhe 2 asistime me 3 topat humbur për Arjan Azemin. Time out ka kërkuar Kakiusis. 72-70. Kjo treshja e Adrio Bellit pak më herët dhe shënimi Burnsit. Burns 21 pik, Belli 12. Mirë po tandemi i qendrave Prishtinase sonte ishte fantastik. Alo qendra Dion Haxhosaj dhe Kelby Kramer qendra, sidomos 10 pik, 15 kërcime edhe 6 blokada të Kelby Kramerit. Moti këso shifra nuk kemi pa, nërsa Dioni ka 10 pik e 14 kërcime. Në anën tjetër të bashkimi shkëlqeu Kian Anderson me 20 pik e 5 asistime, 3 treshe të ti. Dhe Ike Nwamu me 13 pik, për tyre 4 treshe, fenomenal ishte. 50% efikasiteti për 3 pik. Edhe 5:7 sekonda deri në fund të këtij dueli, 2 pike për si, bashkimi për barazim apo fitore minimale me treshe të shohim. Kian Anderson e kap topin, sekondat po shkojnë, Anderson tenton, nuk realizon, Bailey e kap topin dhe edhe një ndeshje e fituar me shumë mund për Prishtinën pas Rahovecit. Ja, përshëndeten atje Kakiusis dhe Jovovic. Respekt të dy trajnerët për njëri tjetrin pas kësaj maratone të madhe. Me njëherë do të shkojmë me intervistat e dy trajnerëve. Coach, a maratonic game. Tonight you had the chance to win the game. What was the key factor of your loss tonight? Let's say it's the 4th in a row. Congratulations to Pristina. One possession game. We fight. They fight on the best possible way. One possession decided. This is basketball. I can only tell that they were maybe lucky at the beginning, at the end of the game. Thank you very much. Thank you. E pyeta, thash, trener, thash, një ndeshje maratonike, disfata e 4 rresh ka vendosin ndeshjen, po tha ka qenë një aksion e ka vendos këtë ndeshje, pra një top e ka vendos këtë ndeshje, kanë qenë më me fat në fillim, ju uroj për këtë fitore, kanë luftuar, ndërsa neve na mbetet të punojmë. Ishte i shkurt trajneri Jovic, së shpejti do ta kemi edhe trajnerin Kakiusis.
Coach, Marathonic game, it lasted almost 3 hours and 15 minutes. You won. What was the key for the win tonight? First of all, I don't know if I need to apologize about that or not, because it's about respecting. Second, at the end, both teams, I think we give back this delay of the game. Both teams will play excellent. Congratulations to my team because, first of all, we play against a very good team, very big team. They play with some injuries. We play like this for 2 months. It's not easy to manage. Congratulations to my team because from last Sunday to this Sunday we play 4 games in a row. Must-win games for us in Europe and the Championship. And we have 6 players, 7 players, and everybody they are here, ready to fight, ready to put their heart to the floor and play aggressive. I think we make a very good job, especially in our defense plan. We are okay. Of course, we make some small mistakes, but this happened in the tough game like the one that we play already. No, I think it's not a secret. They work hard in the practice. They never try to find excuses. We are not the team. I speak about the players and the staff and everything that we're going to try to find excuses. We are not like the others. I'm not like the others, and I try to put this in my team too. And we're going to fight for every game. I hope that we're going to make full our roster. It's really important for us. And we'll move on. We are still in December. Until May is a long season in front of us. All the teams are very good teams in the league. And we're going to play really good in every game, be focused, having this game winning mentality. And if we'll be like this, I think we're going to take our chances to win the games or not. Thank you. You're welcome. Po e përmbledhja atë që tha trajneri Kakiusis, një ndeshje maratonike të cilën e fituan ngushtë me shumë mund, cili ishte çelësi i kësaj fitore. Trajneri Kakiusis tha kemi luftuar, e uroj edhe skuadrën e Bashkimit, mirë po para se gjithash i uroj lojtarët e tij për luftën dhe për betejën të cilën e kanë bë. Tha Bashkimi ka pas lojtarë të lënduar, po edhe ne jemi duke luajtur, jemi duke u ballafaquar me lëndime tash 2 muaj. Mirë po ajo që më pëlqeu sonte ishte lufta dhe mundi, energjia të cilën lojtarët e tij, lojtarët e Prishtinës e dhanë në këtë ndeshje. Nuk është lehtë, tha se brenda vetëm një jave i kemi zhvilluar 4 ndeshje, duke 3 ndeshje të Superligës së Kosovës dhe 1 evropiane, dhe kjo me të vërtet tha nuk është as pak e lehtë. Po luajmë me 6 lojtarë, kemi lojtarë të lënduar dhe shpresojmë që së shpejti të kompletohemi. Liga është e gjatë deri në maj, do të vazhdojmë të luftojmë në këtë mënyrë dhe ta bëjmë maksimumin. Ishim fjalët e trajnerit Kakiusis. Adhurës të basketbollit, me kaq po e përmbyllim këtë transmetim maratonik. Prishtina mposhti Bashkimin me rezultat 72-70, pra edhe një ndeshje vështirë fituar në fund me 2 pike përsi pas Rahovecit 75-73. Sonte mposhti Bashkimin me rezultat 72-70. Tani pas 11 xhirove ka 6 fitore e 5 humbje për Bashkimin. Është kjo disfata e 4-3 në ciklin e 2 vjeshtor, ndërsa bukuritë e basketbollit kosovar po vazhdojnë. Rahoveci pak më herët e mposhti Go+Pen dhe atë që e kemi thënë vazhdimisht, Kazani basketbollistik është duke vlu dhe që 20 vitet e fundit definitivisht nuk kemi parë kampionat më interesant. Nga Una Gonfemeu, ekipi realizuesi i Oksigjenit për Art Motion, kaq për sonte nga Prishtina.